Muaji mars po mbyllet me një rënje të ndjeshme të rasteve me grip apo viroza stinore. Për shefin e shërbimit epidemiologjik në Shkodër, kjo zbritje kurbes nis që nga java e parë e muajit mars. Muaji mars përkon me muajin pothuajse të fundit të stinës së virozave që është në mënyrë intensive, sepse viroza sigurisht ka në çdo muaj, por muaji mars në këtë muaj paraqitet një situatë epidemiologjike e qetë për shkak të rënjes së kurbes epidemiologjike. Kjo është mjaft e prekshme, kryesisht në spitalin rajonal, ku ne kemi marrë mostra dhe situata është e qetë dhe kanë rezultuar negativ. Muaji mars po mbyllet me 300 raste të referuara nga spitali rajonal apo qendrat shëndetësore, teksa fillim viti shkoi në kurbën maksimale mbi 600 raste në muaj. Marsi përkon me një numër sigurisht më të ulët të rasteve, rreth 300 raste në muajin mars. Megjithatë, për epidemiologët ende nevojitet shumë kujdes, veçanërisht për të vegjëlit dhe të moshuarit, si grupet më në risk të prekjes nga gripi apo virozat stinore.